Nëse e shikoni këtë gjë tek vezët, hidheni me një herë. Vezët janë konsideruar gjithmonë si një nga ushqimet më të shëndetshme, përkatësisht ato janë një formë e mirë parandaluese kundër zhvillimit të sëmundjeve, sepse forcojnë sistemin imunitar që lufton kundër infeksioneve dhe viruseve. Ky ushqim është plot me proteina dhe kontribon në shëndet të mirë. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se veza ndonjëherë mund të jetë shtëpia e baktereve të rrezikshme. Nëse e bardha ka marrë një nuancë margarite ose roz, hidheni me një herë. Ndryshimi i ngjyrës mund të nënkuptojë se veza është e prishur për shkak të baktereve. Bakteret krijojnë një pigment në të bardhën e vezës, dhe në qoftë se ju vëreni se nuk ka një nuancë të njohur, atëherë më e mira që mund të bëni është që ta hidhni. Një vezë e freskët ka një të verdhë, të qëndrueshme dhe të bardhë të trashë, por me kalimin e kohës e bardha bëhet e lëngshme, prandaj keni kujdes.